Forcat të mëdha të Gjendarmerisë serbe siguruan operacionin e largimit të pllakës përkujtimore, kushtuar pjesëtarëve të rënë të ish ushtrisë qëllimtare të Presheves, Medvegjes së Bujanocit. Qeveria e Serbisë nëpërmjet një komunikate tha se përmendorja ngritur në mënyrë të paligjshme është larguar nga qendra e Presheves dhe aksioni ka kaluar pa incidente. Përfaqësuesit shqiptar të luginës së Presheves kishin refuzuar thirrjet e autoriteteve serbe për largimin e saj nga qendra e Presheves dhe ndërkohë kishin filluar procesin e të bërit të ligjshëm të saj. Ata e dënuan veprimin e forcave serbe duke nënvizuar se kjo dëshmon që qasja e Beogradit ndaj shqiptarëve ka mbetur e pandryshuar. Në vendin ku ndodhej pllaka përkujtimore, sot janë ndezur qirin, ndërsa për të hënën është paralajmëruar një protestë. Përfaqësues të shqiptarëve në luginën e Presheves kanë bërë thirrje qytetarëve të ruajnë njoftësinë dhe qetësinë pas veprimeve të forcave serbe. Ata bën thirrje që çështja e luginës së Presheves urgjentisht të trajtohet edhe në Bruksel në bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pllaka përkujtimore që vendosur në Preshevë në kuadër të kremtimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe ajo kushtohej kryengjitzëve shqiptarë që luftuan për më shumë të drejta të shqiptarëve në luginën e Presheves. Në maj të vitit 2000, konflikti ndërmjet kryengjitzëve shqiptarë dhe forcave qeveritare serbe mori fund me ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar, i cili edhe kësaj radhe ishte përfshirë në përpjekjet për të gjetur një kompromis ndërmjet Beogradit dhe shqiptarëve në zonë. Misioni i organizatës për siguri e bashkëpunim në Evropë shprehu keqardhjen që negociatat për gjetjen e zgjidhjes së kompromisit u dëmtuan nga largimi i monumentit nga ana e qeverisë serbe, dhe se negociatat është dashur të vazhdojnë për gjetjen e zgjidhjes që do të respektonte dëshirat e dy komuniteteve, thuhet në një reagim. Largimi i pllakës përkujtimore nxiti reagime të ashpra në Prishtinë. Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, nëpërmjet një deklarate, vlerëson se ky veprim i forcave serbe është në kundërshtim me të drejtat themelore të njeriut dhe me Kartën Evropiane për vetëqeverisjen lokale. Kjo tregon mungesën e gatishmërisë që nëpërmjet dialogut të gjenden zgjidhje si një mekanizëm tashmë i dëshmuar demokratik, thuhet në reagimin e presidentes Jahjaga. Për kryetarin e Parlamentit të Kosovës, Jakub Krasniqi, kjo dëshmon se pushteti aktual i Serbisë nuk ka ndryshuar asgjë nga logjika, mentaliteti dhe veprimet e pushtetit të Slobodan Miloševićit. Veprimet e tilla nuk i ndihmojnë paqes dhe qëndrueshmërisë në rajon dhe as procesit të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Kjo është edhe një dëshmi se Beogradi vazhdon të jetë prodhuesi i destabilitetit, nxitesi i konflikteve dhe urrëtieve ndërmjet kombeve, thuhet në reagimin e zotit Krasniqi. Duke e dënuar ashpër veprimin e autoriteteve serbe, qeveria e Kosovës tërheq vërejtjen se, siç thuhet, ky akt i shëmtuar i qeverisë së Serbisë e rrezikon seriozisht procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe përgjegjësia drejt për drejt bie mbi Serbinë. Heqja e pllakës përkujtimore u dënua edhe nga përfaqësuesit e institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Besma Bazi, Prishtinë.